Është një dëshirë shumë e madhe e secilit prej nesh që jena këtu sot me u bë pjesë e kafshëve të komunitetit, si një nevojë gjithmonë në rritje, sepse në rezultat final ata ne na kanë. Streha Bashkisë ka një organizim shumë të mirë. Nëse në fund ditës lodhja është shumë e madhe, kënaqësia shpirtërore është shumë herë më e madhe. Domethënë, unë mundem me të thonë njësinë time më thellë, është si terapi, të vjen si terapi, sepse kafshë din me shpërbly në mënyra që shumë shpesh ne nuk arrim me shpreh. Unë i kam në zemër këta. Vullnetar jena prej kohësh. Ne kena dhe një moto një ditë ndryshe në strehen tonë, sepse në streh nuk mungon ushqimi, as edhe një herë, por duke u bë një ditë ndryshe, ato sikur gjallënohen, sikur gëzohen më shumë. Prania jonë në streh është them 7 ditë 6 në jena në streh. Ne jena një grup vullnetarësh që qofse nuk jena me trup aty, jena me mendje me shpirt. Unë jam vullnetar të Shtreha Bashkisë, jam prej një vitit pak a shumë, kam nis me një adoptim të një qenushit, edhe qysh ati moment jo nuk mundem nda ma projektin e bukuroshave. Është një pasion që ka ardhë qysh në fëmini, në një moshë të vogël, ndoshta edhe nga influencimi i Xhaxhait që është veterinar. Kam rreth një vit e gjysmë në Shkodër, kam një biznes të vogël për kafshët, ku ofroj shërbime për mirëmbajtjen, si shërbime grouping, qethje, larje, shërbimet për kontrollin e shëndetit, vaksinimet, mjekimet dhe gjithçka që ka nevojë, po ashtu edhe hoteleri. Vitet e fundit kam vënë re që për kujdesja për kafshët po shtohet dita ditës, pra njerëzit po informohen çdo ditë për nevojat e tyre dhe për një kujdesje më të mirë që ato ka nevojë. Prej prillit vitit kaluar që ne kemi nisur këtë proces, në bashkëpunim me shoqatën Spaying It Forward vazhdon sterilizimi deri më sot i rreth 500 qenve dhe është një procedurë që vazhdon në vijim, sterilizimi dhe mikroçipimi falas. Gjej rastin që të bëj thirrje të gjithë qytetarëve të sjellin kafshët e tyre për sterilizim dhe mikroçipim falas, sepse janë më të shëndetshme dhe është një mënyrë për t'i regjistruar ato. Tashmë ne kemi 2 streha, Bashkia e Shkodër ka 2 streha për kujdesin, trajtimin e kafshëve ndacake dhe strehimin e tyre dhe jemi në procedurë për strehën e tretë, e cila fillon shumë shpejt, jemi drejt përfundimit të procedurës dhe së shpejti fillon dhe ajo me një kapacitet rreth 100 qenë të tjerë përveç atyre 2 strehave që janë. Ajo do jetë shumë ndihmë për menaxhimin e situatës në qytet. Pastaj problemet me ardhjet e kafshëve në qytet janë të mëdha dhe së fundmi kemi pas një rast tjetër të lëshimit të disa kafshëve në qytetin tonë, akoma nuk janë të faktuara se prej ku vijnë, po merremi edhe me mbikëqyrjen e kësaj pjese në bashkëpunim dhe me policinë bashkiake dhe po përpiqemi që ta menaxhojmë sa më mirë situatën.